Emigrimi është një fenomen që tashmë është ulur këmbë-kryq në vendin tonë, me të prekur nga kjo situatë janë zonat rurale dhe fshatrat. Një prej njësive që po vuan nga largimi kryesisht i të rinjve është njësia administrative Bërdic. Në fshatin Bërdic vëret që shtëpit janë të mbyllura, ndërsa bimësia dhe shkurret kanë mbuluar oborret dhe tokat bujqësore. Administrative Bërdicës, një më të mëdha në Bashkinë e Shkodrës, po vuan nga fenomeni i emigracionit. Në këtë fshat aktualisht ka vetëm të moshuar, pasi të rinjt janë larguar jashtë vendit. Kajtë fëmija mi janë largu jashtë shtetit se këtu s'kan pastarme. Janë largu nga ekonomia, nuk janë largu nga qefi, se kërkush nuk i belshu vendin e vetë, as print e vetë. Për njerë nuk ashtë hyqëtu. Na ka zonë kjo vend, 90 me lëshu se këna ba mund shumë. Tu ka pastoni të shpija e në kanë plët. Të janë bësh shpija të shë e në bësh. Në lojën të e madhe e na s'ka si fëmi si vjenë në shkollë. Madhe dhuguritë se janë kanë 300 vetë. Tu s'ka met asi njëri. Shumë keq, s'ka met kërkush në Bërdic, s'ka met asi 10 shtëpi. Tanë ka një. Kërkush. Ka një që s'kon me qa me jetu këtu, me qa. Me qa me jetu. Me i fije tokë, 2 dëllim tokë që kena. Përpërim. Bërdica ka kenë përpore, kanë kenë 300 shtëpi. Jena mledhë aty të tonë, se kena kenë fermë. Ma mire që më herë. Sët. Britet njërë ju për i fjallë gujet, na kena dëru, kena punu. Sot s'ka, mara, s'ka si sa në Bërdic. Një dyqan, një kalibe dyqanit, s'ka kur gjanë tjetër. Fëmija, ka në për shkolla, shkojnë? Pak balë. Kush ka me të fëmi, kush ashtë? Po 23 fëmish. Pa shumë janë legu. Gjda biznes a mellë, që këtu fillu i to, deri në fund. Gjda gjabë. Prej kësaj rrugë ka nikë edhe shumë. Mos e 4-5 familje i divën se ka nikë se jo mëllë biznes, jo mëllë e ardhmja në vendit. Sipas të dhënave të fundit të censit, Shkodra ka pasur edhe të kurën më të madhe në vend në 2 vitet e fundit, me gati 5.000 banor të larguar, duke pësuar një rënje me mbi 3% të popullsisë.